Washington të shtetit e Michiganit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në përpjekje për të lënë pasqyrë të sa më të qartë e detajuar të jetës së komunitetit të shqiptar që banon në këtë vend, kemi ardhur sot në shtëpinë e ish të burgosurit të ndërgjegjes Vasil Doda. Vasil Doda, mirë se gjetëm. Mirë se u ka punë zoti, e faleminderit. Vasil Doda është i burgosur, ka jetuar mjaft vite në burgjet e diktaturës komuniste në pas vitit 1945 dhe mas fundi me shumë peripetësi, me jetë për të vështirë ka arritur që të integrohet e të instalohet këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Biles bën rreth 40 vjet që jeton këtu në këtë shtet. Për të marrë diçka ose për të njoftuar teleshikuesit me këtë jetë mjaft vështirë të Vasilit, ne do t'i marrim një intervistë të shkurtër ekskluzivisht për teleshikuesit e televizionit Malësia. Atëherë, zoti Vasil, kush është Vasil Doda dhe kush është familja e tij? Tash Vasil Doda është se na kem për ardhjen me kohë, ato nuk e majme, no, pe i katuni kastratit. Si emën e ka në Mikela ato vllaznia jonë. Po mirë mas do kohet atje se a kanë s'kam lakima. Edhe kanë dalë, ashtu si dalin njerëzit e shkojnë, edhe kanë ardhur në Bajzman, Pietrëshan. Një ashtu po. Edhe kanë krijuar aty janë që vinë njihen aty. Po, aty kush është familja juaj më të afërt, aty që familja rreth jot që ke më afër aty? Aty tash janë nipat e Gjeloshit, Gjelogjoks, që është Gjeloshi i curit që i thonë, a i nipi i ti është. Edhe janë ata djelti ati keqit, allatat nipat e Gjeloshit. Por unë kom vllaznin teme janë atër janë Luce, Pierini, Lalje, Patuku. Po, atëherë, diça për familjen tuaj, për familjen e qyshte Gjelozgjoka, tjerë që ke pas ti që i manë men? Atëherë janë shtu ka shku koha, si politik, gjok do da atëherë, se në kënë koha e Turkisë, a i bile ka që ti e sheh, e ka 2 kapica ka, se u kanë pavun, një të bardh, e bardha është me kanë malsuar shqiptar, e tjetërën është e Turkisë. Do është një majtë të dy, Po, të dy u ka thonë këtë vetë, që unë nda që me mështim unë këtë vetë dua me pas edhe kapicën teme, jo veç turkut, se nuk jam turk. Atëherë, që manë menë Vasil Doda për vujtjet e ti? Për vujtjet e mija? Po. Po, atër monë 45-ën që partia erdhi, është në fillim 45, ka hinë 44 në duket, por në 45 na me kelmen bon me lidhje që për zotën mira komunistit. Mirë s'ka me na dalë, po i bjem komunistit. Edhe janë shtu bon. Po mirë po... A manë men kush ishi atëherë që fillot, që ishi tanë bashkë? Që u bashkuat tanë bashkë në lidhje me mira komunizmi? Po, që kanë preksali me grupet e veta, e i kanë thonë, djali Gjeloshit, Nik Gjeloshit, ti si ke më rinë se i kanë njëri, e aj, pa dek, por ka pa i këra në Jugoslavie, e kanë pa dënua me vdekje Nikën. Po, Lëshmarashi? Lëshmarashi janë kanë për shkrel atër. Por Lëshmarashi në të vërtet janë kanë komandanti i tonë Malësis, pse ka pas gradën major. Majorën? Po, e grada major mundet me kanë në atësoj rasit edhe me u bon kryetar shtetit krejt. Me sënua dhe shtetin krejt. A i te majmali? A i majmali i tonë Malësis, po. Atër a i ka pas edhe i shok të vetë. Po, si u shkoj puna? Ska ata, ma... Këlmeni e fidhoj e nesë në lalë më shkua, në shtinë në rëshej, u shtrinë, më nej u dame në kastrati e dullën në Vileqik, këta që i metën të ure rjollit Gjo Martinje Mirët Paloka me grupë vetë, e nikën, se nikën kanë si ullhikësi tonë kastratit, si vojvoda i kastratit, po mirë po atër, thote nika, ju shkoni atjele po merë në vesh,
që ata me mujt do ishin veç me shkua me uni mua prekcalit me shku. Po mirë po s'kanë si se shtin 2 brigata. Një brigat ja shtin e je quen në rapsht hotit, e një brigat ne për unë ne në rëshe hotit. Edhe ne në Allah në urdhën që në 6 sahati e mrama, mas 6 vet, dhe në 6 natës, kush zëhet jashtë, pushkatohet. S'ka me leviz kërkush, edhe s'ke mujt. Një meqin thot ton baktia jashta, në met në njëri jashta, harronje thot. Edhe një ashtu ishte. Sa gjati lufta e Kilmenit. Po mirë po Kilmeni atër erdhë të ora, se s'kite fuqijej, se nes në lalë më shkua. Atër u bashkuëm lëshmara shë, një gjiloshi këta me grupin e vetë, edhe një ashtu janë nisë me na. I ra të koplikut? Edhe i ra me koplikut, po. Dreku këni shkua? Të ura rjollit. Aty në urë të rjollit ka mbet Gjomartini e Mirët Paloka. Por na veç me kuvend drejten, kjo nuk i bjen, nuk e do në gjithë kush atë gjonë, vetë jam kënë në 25 vjeç. Ala si këpa mush për 25 vjeç. Atëherë që bonet ja u ktheve në shpi? Pa atër ka mu mytej, shku me në shpijet, një ashtu në amurën me të mirë, hajt, kur erdhë puna në amurën për qesë atër. Atëherë kapi policia, të kapi hetusia. Po më tha një i thirrun, shkova, më tha kem veç i pyetje, tha, a i pyetja e duel 10 vjetë, ajo pyetje. E qëfar pyetje të banen? Pyetje dhe me që, thonë, ata kemi pyetje me ty, edhe kur gjën tjetër. Edhe mu më quen pejnë në vend të mahalla eme, e më quen në bajz, qysh aty atër a jo pyetje atër smaroj kur mo. Atëherë edhe pyetje atër, qa kanë bëma atë pyetje, ka shkove ti? Me unë në fillën Burgshkodrës, e u dënova 10 vjetë. Si luftar kundër komunizmit? Po, ata ishte ajo, se ishte. Ishte vërtet? Na ishte me pushkëndorej, na dorëzu me pushk, ja u dorëzu me. Atëherë ti, Vasil, ke ballë i liber këtu. Një jetë e vështire, ke ba ma vonë, po qa kujton tash prej këtyne që ke shkrujt librin ti, qa ke heken burgjet të diktaturës? Ma se luja, unë që ditëm si kom mujtë me sfigua, ale atër, e ma tash që nuk është kollaj me sfigua. Ti boll kishe se vishin, e ta kapshin njërin natët, qo dërzi si flasin ata, qo i të një të padal drita, e qo ishin, ka 2-3 vetë, i mërshin, shkojshin mas një gjysore të mote prrrr, metrolozi, i vraon, thote katilat, e traktarët e partisë. Ja, kishe frikë se po të vinë na i natë? Po ta, na i kishim frikë për gjithë ditë, besa. Edhe si do mas kur u dënuam e 10 vjetra, se unë që jam kënë i dënuam 10 vjetë, unë me atat që i dënuam me vdekje kam nej. Ashtu në lejshin ne. Po mirë, po kaloj puna e ashtu, nej me do kohë. Kem nej o 8 muaj pa në dënua. Ma nej kur në dënuan, në quen Gestapo, i kanë pa thonë burgjeve të këtynet që i kanë pas Gjermant. Ska ma si Gestapo ma. Kem nej aty janë 4 muaj, më zëma heqë. Dhe qatë bashkë, qëfar tortura është bashkin? Aty torturat, na i më dënuam veç aty me ban një fajtis si person, se prekte kush me dorë, me kuven hakun. Po bane një fajt vogël, edhe me pas me ditë se kush një moj ty, atër më zëma heqë atër. Vesela, kishe frikë ti? Po frikë me dek ma, qar frikë tjetër? Veç po vjen në ullamari kjo, s'kishim gajlas, pa, rishim puhnu gjithë ditën. Me prit deken? Po, gjithë ditën për zotën. Në qëfar burgut ke nejtë? Po në burg mas... Vetëm Shkodër? Po në burg mas Shkodrës, edhe në Gestapo të Shkodrës, ma nej kem shku nej edhe një muaj e sa atje në Malic. Qa është ta i numri 202 që i ke shkruti? Me më kanë hunë shpinë, jam kënë 202 shima, që njëhet 1, 2, 3, 4 dhe shkon. Po pse nuk thirë të kush nemen? Ja, kërkan. Si thirëshin? 202 shi? 202 shi. Po,
E sa kohë nejtë në Maliq? Maliq, bisa një 6 javë. Një 6 javë. Prap Shkodër? Prap një të burk atër. Po, atër deri që na kanë liru e janë të kem nej. Sa kohë kena i liru më atër ke shku të shpia? Sa ditë ke nejtë? Jo, po, të shti unë fill, masi, se kjo është një... Histori pak e jatë. Po, një politik, me thonë politik komuniste, tash një ka i Gjeloshit, a i te edhe i pari të në kastratit. Po mirë, po, a i te në malë, se së në gjoj mu dërzu kur u bon levizja. Po kur erdhë puna, shtin kolmaqin e hotit, se kolla kanë ke balë me komunizm, edhe shtin ata, në mënyrë që me marrë një Gjeloshin, e me lanë të lirët atër me shtin spion, se aj na i bjen bisedën e tonë popullit, se ati i beson populli. Po mirë, po në atë rast përfitova vetë, kur falen niken, mas muajt më falen dhe mua 7 vjetë atër. Por 7 vjetë veç, edhe i vjetë ma shumë ma morë Jugoslavi, se ma i titet në burgët lëgërë. Po sa kohë ke nejtë në shpita në manej, dhe kur e nisë me ikë? Në kalënuar, me 11 kalënuar, në 48 kam dalë, e me 22 gusht 48 kam ikë. Që e për 6 muja, sa i takojnë? Po si mujtë me kalu kufinin? Me kemi ikë atëri, shmura vlaznit, e kushrinit, e një ashtu me frikë bolë, por e kalu me kufinin. Dol me anejna, në Jugoslavi. E la tjenë burë. Mirë, Vasel, pse i këtë ashtë, ti talan lirin? Malon lirin, po ata duhet fjalla që ata që janë kanë burë do të hinë prapë në burë. Kishe frikë ti, se po të kapin prapë? Jo, kishe frikë, po ata nisën me i ka... besim të komunistë? Kujej? Jo, e burë. S'ke pas besim të da? Po, si me pas besim, 60 vjetë, unë do të më keni marrë me pa najë rruga vetë. Atërë në Jugoslavi ku shkove, ku të qunën? Atërë në 4 qoshet Jugoslavis. Vetës se si më kanë Beograd, se në Zagreb e në të anë atyra gjithë thonja më kanë. Po, a kishin lidhje këta komunistat e Shqipnis me Jugoslavis? Po, ata kanë pas, po s'kishin me ne, direkt me ne, se ata kishin. Pse të denunën ty në Jugoslavi? Me pse nuk një gjova me dalë në teren, me punu me ta. Se më lutën. Banë kërkes lutën me punu me ta, Po. Mu ba spion, Po, ta mërmenja të rej. Por këtë gja mua ma ka unë baba në djenin. Kur jem nis ditën, vetë me vlatem, a i gjoka, këtë, o kënë me ne i tiri këtë ne po të në vra, kur kem dalë ne? Kur kem dalë në Jugoslavi, gjoka me të në Shqipnihir, u dame, po nejse, ma që i muje gjysër të laj, edhe ka kalu puna jashtu. Por ata thonë që o në burg, o me dalë. Në teren? Në teren, po. Po mirë këtë si këtë të të spigua, mua ma unë i baba në djeni, ishim brek pronit thot. Tha Vasel, tha i e maj vjetri, tha, e po të thëmë ty, që gjithë ka prenoni, e në teren tha mos prenoni. Po mirë, po tereni u zdi shumë që në tereni, po mirë më shë babë, thëmë po që në fjalla teren. Jo, tha besa pas të baba, po të kalë zë baba, tha. Terena, tha sa, dalë që atje, kanë me të marrë me të mirë, të të rrah kraht, kanë me të qënë zyre, kanë me të qënë në armë, zgjidhe ka të dush me bajt, edhe i lirëshim, veç me dalë sa herë të thonë ata me dalë në teren. Ti në teren, tha, thot baba ti veç marrë me uvora me ne, se s'ke pas, thëmë. Por unë thot, baba më thot, unë thëmë që mës me dalë, i tha që për zotën, kom e dekës dalë. Edhe na jashtu më atër na zumë me vend, danget, edhe kushnit tanë për zotës, zdullen, me kuvën hakun. A ka pas për atyne që kanë dalë? Malsor? Malsor, tanë kanë dalë tjerti. Kanë dalë tjerti? Po se ta merte, ka i $1.000 në ditë, merte $30.000 në muaj. E na që ishim, që kishim drejt pej Amerikët, si na thojshin ne, kishim drejt $10 në ditë, 2 në ditë në nepshin ne. Atëherë ti pranove me nejnë burg, edhe mas me dalë në teren? Po, më thirën mua, më kanë thirë ma parë, më kanë thirë vlaznit, se i në matëri, vetë o tha që shkjoni, në kjo se ju delni, u s'kon qa bëjnë, se i një të regjim.
por sa më u vra këta, se nisën me i vra atje në teren. I vritë të Shqipnia aty. Shqipnia ma i vritë. Ata i qitë që ne i vritë të Shqipnia? Po, atër thash sa më u vra Shqipnia, për zotën, sa të vini ku më u vra vetë, ndalë shi. Sprenuan për zotën. Kur erdhë puna më thirën mua. A kanë një prelusa, a kanë aj komandanti i brigatës, edhe kur thot Vasil të kërkojnë, thotën në zyre, dhe di shumë pëse mirë, shkova vetë fil me ta, edhe ata i herë të bajnë qeram, ti e din ma, me kafe, me duhan, me tetana, po si, me qëtim reni herë, në delë. Kur erdhë puna, do ishin, se kishin punë shumë, me i shkurtu punë, thonë që na tashme na kalzua, se na du më qënë të rinë. Kur ma përktheu kë që më thotë, se unë s'di shumë kërë fjallin serbishten, e thëmë të shtime më kalzua gjithçka të thonë ata, me më kalzua mua, edhe gjithçka të thëmë vetëm më kalzua të net. Për nështëm, nuk as me të ju thëmë s'kam punë. Sa i të i tynet. Për këthysi? Po, për këthysi i të. Në Shqipnia në kënë komunistë ata. Kur erdhë puna, Funi, tha, ti, tha, du të me dalë. Më thot mua, thot kë, oficeri, majorite, thot majori që ti duhet me dalë domës. Thë më thuj majorit, unë nuk dalë. Edhe marën, me pa dash me dalë, e mesa, unë kishë nej në burgjet Shqipninës atje, të shpija e me kina ardhë rupë me mba. E kështu edhe rupë mi kanë internua pëse kom bik vetë, e unë teren nuk dalë. Ti tha do t'hinshë në burg. Burgu, thëmë, o shpia e me. Se pej dërës burgut kom dalet, kom ardhit nu, ta shthëm prap, në më qiqë atje, unë zvifësh fillën burg kom shkua. Ju kalzoj, mo lujten meq. Atër tha, s'ka, tha me veç në burg. Atër më kanë kape shti në burg atër, me gjithë vlazën. Atë kanë torturu atje në Jugoslavi? Po, ka i herë, po, kur më shëjmenja ashtu, po. Sa vjetë ke nejtë? Po në 8 vjetë që nejme, se ata nuk lejshin vazhdimisht. 6 muaj, 8 muaj, 10 muaj të lëshote, të qote në kamp. Por jo të lirëshim, kur? Por gjithmonë 8 vjetë janë shtu kom kalu. Me kur farë shpreset që ka njëri, kur njëtë se kom pot. Vetas, laznit e minjas, kushinit e minjas, kur janë tua. A mu ishe me majtë lidhje me ta afërmit tua, me familjen? Po me lidhë, po që unë as me vlazën të minë. Jo se ata kur nashtishin në burg, ata nuk nashtishin një odë, por ata në odë atje, mu atje, tjetërin atje, si burgu, ata nuk lanë ashtu. Atër si mujtë e mu largu për Jugoslavisë? Mu largu atër erdhë, u bon 8 vjetë, erdhë organizata e bashku me atër. E ka për një doktora, e ka për një ka majtë 10 ditë, tu në kontrolu atje. Edhe thot, do të shkoni, thot, me dalë për jashtën, o kada ka dalë. Por, mu më prunë një Jugoslav, që ditë Jugoslav, pej Ameriket, e mu marrë vesh me ta, e Tomës ati i vlaut, se këtë tjetër në kinë vra, ati i kinë prunë shqiptarë. Edhe thot, ti do të me kalzua gjithë që ka thot, qa ke hikë në Jugoslavi. Thot mua, primen, unë thëmë kur një fjallë, nuk të kalzoj. Po pse, unë pse thëmë se sa të më lësha ishti, ti s'keme nej me mua, ata ka me më qënë burg, unë s'dal atër as vite ti, asë në shpita e me thëmë për në burg. Ashtu ma po, s'ka thëmë të marë kushën për qësaj. Ma, edhe në kanë majtë, sa në kanë majtë, kushërë thëmë të ja, por po kësejhen. Kreu puna. Ku shkove më nej? Në Francë? Atër po na morën. Masë... O, besa kaloj një i muaj veç. Do më thonë që nisën transportet, na qurën në Francë atër. E sa vjetë ke nej në Francë, Vasil? 4 vjetë. Si e ke kalu aty? Në Francë, veç më punu, se s'kom pas probleme, jo.
Por shpirtnisht nuk i shumë ato të mijat, su menoj shumë se na e njëshin për ditë, ka po shkatojshin atje. Jo po shkatuan fratin, e po shkatuan hoxhën, e po shkatuan imamin, e tjetrin, e tjetrin, s'pranishin kur, se na ato lajme tona i kem marrë. Atëherë, si erdhe në Amerikë? Atëherë pra me anë e Amerikës atëherë. Se Amerika kur na prunin në Francë, na qoj ftesat që ini të lirëshim më shku në Amerikë. Pa kot, pa kur zonë veç, ini vetëm të lirëshim se e kini kërkua qysh me kohë Amerikën, sot veç deri me jetë datë edhe kur do një muni me shku për Amerikë. Atëherë ku ke ardhë mas parit në Amerikë? Jetu, në Detroit. Po më rinjë kemë në New York. Në thonë, na banë rëgjaj hera jo, kem pas në një organizat shqiptare. Nërgata? Po, dhe me këmë unimua shqiptarëve, të emigrantat, e na erë në sot tash, i thot, na kemë mu vëllën pare, kemë mu vëllën këta, na tha me shikjo, na pare s'kem nevoj, se kem fitu në Francë, edhe na këtu s'do më nejë. Na du më shku në Detroit, se ajshin a ki bon garancin, i të pej Detroitit, i thoi ishin dedlula shjadi, na du më shku aty. Tha pra, mirë 2 ditë do të rini këtu. Kur është puna atje në mjesnat, kin bon ato venimet e veta, si qeveria, kin thonë po i nisim sonde, na kanë nis natën atër, dhe më thonë, me 7 më rime në New York, me 8 natët kem një këtu atër. Kem jetë gjithë natën me tren. Edhe ashtu ishte historia. E këtu në Amerikë, atë kanë afru në herë njësë sigurimit shtetit, a ishë komunista për me të bëma prapa gjendë? Atje, këtu s'ka të vetë, njëri gjallë vëshin parishdash ti, me hinë mu bojnë mahti, bella. Por edhe ashtu nuk kanë një gjuhë për të kanë, se si kanë besu kujna. Se jo, këtu të kanë në të lirëshim, me shku me zgjil punë, qësit këtë shtien punë, shkohin punë, s'ta kanë nëllë punën kërku. Vësel, sa vjeç ke orë në Amerikë? Sa vjeç? Po. 40 vjeç. A ke keni martu? Kom kanë Shqipni, po më pat dhe gruja. Po grunë që ke sa të rozën, kur e ke marë? E kom marrë atër vonu, e kom marrë në 70-ën. Jam kanë 50 vjeç jam kanë. E sa fëmi ke? Kom 2 djelë me 2 varza. Me jetë. Lungoja. Atëherë, mas shemjes diktaturës në Shqipëri, kur ke arë për herë të parë në Shqipëri? A, një atër kur dhe me u shliru Shqipnia, në 91-shin. E si të dukt? A i s'ka, ma unë s'di shumë ku jam e. Kom shku të shpia, e i në mlil 200 vetë mahala, po unë rresht, e për zotën njërin e gjallë, njën tanë nuk e kom njoft. Kom lonë 2-3 plaka, kom lonë 3 e gjiloshit, i kom lonë që janë kënë më të mlasë vetë, kur janë martua kaja 7-8 vjetë, se tjetër kanë s'ki shumë para vetit, vesh tonë mas me jetë, edhe njërin e gjallë se kom njoft. Vesh se u e për shumë donë, po, u kom thonë mirë se u gjeta mas 43 vjetë vetë. 43 vjetë parët. Po, e ka allë në libre kam. Po. Atëherë, librin pëse shkrujte? Po, atëherë me kalzua se jeta kom hikë. Jetë të mira janë. Jetë të mira. Po, bile, më ka metë, edhe je ka që kam pa botuame që më ka metë pa shkrua. Që i kam tjajtat fjallë, e më kanë metë, tash të rinja ashtu, s'kam që pa i kërkrujna. E si të dukt Shqipnia kur erdhe? Po, e s'gjohën për unë s'di shumë se ku jam. A s'gjohën që? Ja, për zote, kam rinë Tiranë, s'di shumë kush në Tirana. Kem shku atër në ato rrugat që i ka ma për Tiranë, një ato rrugat për bukurit zotit, më zonë më keq. Kam shkua në Leshe, s'kom ditë ku jame, kam shkua Shkodrë, s'kom ditë ku jame, shkua në Koplike, s'kom ditë ku jame, të proni i thatë për zotë, s'kom ditë se ku jam. Aty ku ke kënë që ke... Një aty ma ki shumë jeta e me ma kënë. Kam shkua në mahal të eme, s'kom ditë se ku jam, kur kom dalë pe aty, unë kam lanë lantën një herë, që mësë kënë tjetër veç lanta, që mahal ata manat që kem pas, të si ke pas shpijat pej manave. E aty dukshin si qadra ka belsh. Shpijat, mahal tona që janë atë. Edhe në Breklicenit na u kemë thonë buza ujt, ti tu na s'ke pa shpijin ato kuhna, sa ta ishin me latë,
po aty isha në tërë grumuj, vështë së dukshin si qadra ka belq, se ta manë si qadra ka belq u dukshin. Ta shkjoar disa herë tjera në Shqipni, ta shkoti funit, dhe deri para 2 vjeç. Si duket sa ato e Shqipnia? Unë tash në kohën e funit, a dikur ma dukt që Po në rani fije? e bani sigurt Sali Berisha kur erdh papa. A për zotën atër atën Sali Berisha në atër në të kohë e kanë lëvdu e tonë, se bile e kem menua që dikush ka me vra papën për minad, se këtë vend komunist. Po, edhe pasha zotën s'ka lënë njëri një dallë me qilë me gojë. Ka ardhë nana Tereze, se kom kene edhe vetë, na patën marrë grupe, pejtona kishave pej këtu, na kanë quë kur ka shku papa, kem shku bashkë me ta, në katedralin. E Shkodrës? Në Shkodrë, po, edhe më zoma keqë. Ato në atë kohë mirë, dhe me thonë diçka ku pa të fillu me nërrua, si duket se ashtu shku tash, se ti para 2 vjeç ke kënë? Tash a bon barabar se përparen, vëse s'nije se kanë vrakon. Tash kanë keme pati, ti s'nje kur kanë veç me gjithë në i plaka, në i plak, e tonë, ta djelë të ri ikën tonë, në kanë ardhe kanë, tonë. Atër kanë keme pas atje. Ata ka dhe atje djelë të ri, se Shqipnia ka njerës, por... Malësia mëne? Për zotën një më kanë bajzë, që kanë gëdit kishë në rejtë e tona, për zotën kur kom shkua, edhe atë ditën e funit bile, që se më kanë ma, një tërë kime me Gjergjin, ka parë kardinali i paps, edhe qoj meshën aty. Ke kënë ti aty në mesh, atë ditë? Po. Ke kënë në bajzë? Po. Edhe hapër buk me kardinalin kam. Se ishte, kë jite bon i pesh edhe... Për gjërashe? Po. E a i ka parë të e kompanjoftë, edhe kështu atër jam kënë munua mas mundësie të kompallon ka pak diçka. E një aty kom hongër buk me ta për zotën. E nesër na jem, atë a i shkoj për Itali, në nesër u nisme me Gjergjin e erë në Amerikë. Qysh atër që më kënë ma. Po si duket, a menën se ka me nërshur e i fije? Për mirë? Jo, për mirë, jo. Se ka me nërshur për mirë e njerëzit hupën tonej. Kush ka me sunu atër? Qatë marrani aty? Ha? Tash do me mundë përgjegjet i mua. Unë me krasu, mëram këtu kam kanë një dasim këtu në Michigan. Edhe kam pa një imi shqiptar këtu, një imi malsor. Me atje s'ka të bajnë njërë. Vasel shof disa fotografi këtu, janë familjes tuj. Kishe pas qef tash me që ma me gjithë këtë besed me i ditë me rallë, cilat janë to? Kjo është Gjok Doda. Baba i Gjellosh Gjoks edhe i Pjetër Gjoks. Baba e më shtaj atje e Gjellosh e njaj. Po, kjo është Gjok Doda kjo? Gjok Doda. Mjere pak këtë tjetërin. Kjo është Gjelloshit. Kjo është Gjellosh Gjoka, ja ke një zonë. Po, Gjellosh Gjoka ja kam një zonin. Kur ka parë Princ Vidin Shqipni, që kanë paqua prej me bandë me kësimret në atë kohë, kjo kanë adjutanti i Princ Vidit për 6 muaj në Shqipni. Adjutant i Princ Vidit? Adjutanti i Princ Vidit. Gjellosh Gjoka. Kjo është? Fotografi e babës. E kema babës, kam punua vetë. Baba në kohën me Dëgjelulin e me Gjelloshin ta kanë nej bashkë. Sa ka vazhdua, e bile është edhe, i ke edhe në fotografi me i pa. Po, i te libri, po. Po, që janë 111, se këta janë kanë për më u internua. Se Turkia i ka pa internua tonë, po këta i kapi 1911. Po, Vasil, ke kanë edhe piktor? Ke kanë edhe piktor? Po, pa që pësua vetë. Me do, po të mu kështu me aparata, kom punua 4 vjetë, por në burg pa që pësua me dorë. Si pun të mija, mo. Ashtë është e Vaselit atje. Atër këna fotografi tjetër i këtu? Për Shakqir. Po, kjo e mja kjo. Me tesha komtare e me. Po. Ama në kur ke dalë tu? Për zotën, nuk e di, për në San Francisco kom dalë. Këtu, në Amerikë, e? Po, në Amerikë. A i ke rujt të teshat komtare? Po, tash mos me i paruajt, na nuk kim me i pas kështu. I kena rujt, e? A të armenja. A i qaj gruaja mi ka ashtu njështu për zotën. Djelt mi ka ba gruaja që tek janë djelt e mi,
Gruaja mi ka që i pat me ba me qakshir, thot, për zotë, thot, na ja urrit, thot, se dhe këta, dikur ka me kënë, thot, mas këtynet, mas të jetë më bënë mua, mirë, pra. I kemë bënë tona bile, a i ka vënë do gjona tash për këshnela, janë aty, se i kemi aty tona grumull, janë aty janë. Po. Kjo është Toma, vllavi Vaselit me grua, e Vaseli me Tomën e me Gjergja. Këta janë këtu në Amerikë, Po, këta dy janë në Amerikë, Toma. Janë në San Francisco. Atëherë, Vasel kështu me shnete me tana e mira, shpresën mu këthy prapë në Shqipëni, më ardhë për vizitë. Me jetë mundësi që i kom sot smunje, se si vjen nuk e di, por nuk e besaj se... Qef a ke më ardhë prapë? Qef kam me pa aty, si me shku me pa ato kopshtin e lëzëzik, se jo për tjetër. Jo, me shku në bajs, po ka marak që a bon se kisha e bajs, a bon katedralje, Po e Malësisë. Malësisë, Dukagjinit, po, alla ato se alla janë sokolan, shtaj e nje. Si se njo, pra, ne kam marrë intervjist, disa herë kam Jo, pra, për zotën, aj bile kur vërth, Unë e kam kene la ditë kur ka arë kardinali aty, po nuk kam pa aty. Junë për zotën, pra, la buk me ta kom hagër. Po. Atëherë që kishe me thonë diçka për Malsin, tash në fund për tonë që kanë me të panë në intervjist aty në kronik, janë malsor, televizioni Malsia shihet edhe në Koplik, edhe deri në Rapsh, edhe anej kufinit, që kishe me thonë ti, çfarë mesazhe, qa mu urua Vasel Gjoka tash me rastin e vitit 30 të Krishtlindjeve? Që mu urua ta, në kjoftë se janë gjenje me durua, inshallah bëlla fitojnë, edhe kanë me fitua, son tjetër di çka kam të thonë. Se me i do, si do popullin shqiptarës do kanë, se unë për zotën 60 vjetë rrugave s'kishnej, mës me i pa dashtë. Jo. Po vinë na u thëmë këshnejla, dikush Krishtlindje. Ata janë ata që i lusin, i gëzoshin e i shala kanë me dalë në dritë me to, se në s'di qa me thonë tjetër veç, në paqin men me jetu o më shëgjishojnë, duhet me pas durim, pra për në nëshej, ata pe i shohin vetë ato urrejtjet e puntetynet. Se së nevoja me u kalzuhush, më duket. Për të ndëruar teleshikues, kemi përfunduar këtu këtë intervistë të shkurtur me zotin Vasel Doda. Sot është rreth 84 vjeç që jeton prej më shumë se 43 vitesh në Farmington të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ishte kënaqësi për televizionin Malsia, për gjithë teleshikuesit që sot arritëm të marrim këtë intervistë ekskluzive për ju dhe gjithë secili vetë të gjykojnë mbi vujtjet dhe peripecitë që ka heqë Vasel Doda në regjimin komunist gjatë disa viteve. Jeva i motërës, jetash sa mot, gjithë rrugët e botës, i lava me lot. Ane man gjithë botën, sot dita me sy, por një fjallë të amët, s'ma tha kush për ty. Se ku jam me moj motër, nuk i po di as vet, di kushtot në loni dëher, di kushtot në kret, di kushtot në habezone, të retur në i harruar, në kërkim të jetës, që patalla në ruar. I po pret e unë po pret, sytë e vadit e me ti pa, veç një herë e letë dhe. Sytë e vadit e me ti pa, veç një herë e letë ves, tjetër gzim për mu nuk ka. Nusja tret të pragu, me dhimbje në zemër, sy ti mbylli
nana, tu I të thirë në emër, unë ta prej kësaj e bote, me dorën në gji, po bante të fshehur një fotografi. Shije motër lotin, shije dal nga dal, falenderoj e Zotin, qoftë se jam kuni gjall. Ti ke dhimjen e tane, unë havet e mia, por kur do këthehem, edhin peren e dia. Ti po pret e unë po pret, sytë e vadit e me ti po, veç një herë e letë des, tjetër gzim për mu nuk ka. Ti po pret e unë po pret, sytë e vadit e me ti po, veç një herë e letë des, tjetër gzim për mu nuk ka. Veç një herë e letë des, tjetër gzim për mu